ndërtimin dhe për çdo gjë tjetër. Shqipëria, mendoj unë, duhet të vendos një kuadër ligjor që të dekurajojë në maksimum. Dhe të ndjekin konferencën tonë kombëtare për programin e ri të Partisë Socialiste për një rinjë shqiptare, e cila nis sot dhe vazhdon edhe nesër paradite në 2 seanca intensive paraqitje të Mark Twain, i cili thonte që apo këshillonte që të mos debatur asnjëherë me njerëz të tillë, sepse ata do të rrejtjen në nivelin e tyre dhe në përvojën e tyre negative. Gjithsesi, respekt qytetarëve. Përmes të këtyre politikave, ne do të arrijmë të sigurojmë një fuqizim ekonomik dhe një pavarësi sa më konkret. Pa pavarësi ekonomike nuk ka bazi gjinore. Ndajësi është vendosur për të ecur më shpejt në integrimit. Rrugtimi i cili do të ndalej në kufirin e Morinës, nga ushtarët serb, nga ata me simbolet e slavizmit dhe perandorisë lindjes, të cilët në dekada u munduan të mbajnë të ndarë një familje, u munduan të mbajnë të ndarë një komunitet, u munduan të mbajnë të ndarë një kombë. Në 23 qershor, voton Shqipëria. Demokracia sociale ka qenë dhe mbetet një forcë opozitare e konsoliduar, një forcë dhe një parti politike konsekuente në opozitën shqiptare. 8 vjet kemi qenë në krah të forcave të tjera opozitare dhe në krah të Partisë Socialiste. Për 8 vjet rresht kemi qenë në demonstrata, kemi qenë në protesta, kemi qenë në rrugë për të protestuar kundër keqeverisjes, kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar. Pra, kemi qenë nga partitë që kemi shpalosur me besnikëri të gjithë filozofinë opozitare dhe të gjithë programin opozitar. Dhe nuk është se nuk kemi patur oferta. Kemi patur oferta nga Partia Demokratike dhe nga zoti Berisha për të shkuar në qeverinë e tij, për të bashkëpunuar me të. Po në 8 vjet nuk kemi pranuar asnjë lloj oferte që të bashkëqeverisim me Berishën dhe Partinë Demokratike. I kemi refuzuar në mënyrë sistematike të gjitha kërkesat e tij. Na ka ofruar dhe poste ministrore, na ka ofruar dhe favore të tjera, por demokracia sociale nuk është mikluar asnjëherë nga këto oferta të mazhorancës. Ka qëndruar me nder, me dinjitet, me përkushtim atje ku i takon vendi, sepse mbi të gjitha demokracia sociale ka një moral. Një moral të shëndetshëm që nuk tradhton alternativën që përfaqëson, që nuk blihet me paratë e pushtetit dhe që nuk miklohet me kariket e pushtetit. Në këto karike me çfarë filozofie do udhëhiqesh? A do ta luftojmë korrupsionin kështu siç kemi deklaruar këto 8 vjet? A do t'i vëmë para përgjegjësisë njerëzit që kanë shitur pasuritë e Shqipërisë? Këtu qëndron problemi. Apo do bëjmë kompromis me korrupsionin? Apo do bëjmë kompromis me krimin? A do t'i vëmë para përgjegjësisë njerëzit që vranë në 21 janar në bulevardin dëshmorët e kombit? A do ta kemi atë forcë? A do ta kemi atë ndershmëri për të shkuar gjërave deri në fund? A do të burgosim në mbështetje
me ligjin ata që kanë vjedhur pasurit, që i kanë shitur badjava, a do të presin urën që lidh krimin e organizuar, mafien ekonomike, sidomos mafien e tokës, me fijet e pushtetit në qendër. To janë probleme të mëdha, dhe probleme të mëdha ballafaqohen gjithnjë me alternativë të pastër, gjithnjë me koalicione të ndershme. Në qoftë se bëjmë lëshim në një çështje, të jeni të sigurt që do bëhen dhe lëshime të tjera.